shumë prej spitaleve rivun funksion autoklavat që kishim më përpara. Pra sterilizimi vazhduan të ofruan me metodat e mëparshme, pavarësisht se neve pagonim koncesionin. Ndër tjerat, cilët i pagonim dhe drita dhe ujë dhe utilitetet dhe ja pagonim neve koncesionin. Një shërbim që mund të ishte krejtësisht publik, me një kosto të ulët, gjitha pajisjet janë shtetërore, as 600.000 euro gjithsej nuk ka investu koncesionari që e ka marrë, të tëra neve i paguajmë me kredi pranë Bankës Europiane Qendrore. Pra do të thotë që gjithë investimi është i joni, personelin nuk kemi asnjë problem ta trajnojmë, se 30 veta personel, çfarë problem do kishte Universiteti i Mjekësisë ta trajnonte, dhe gjithë kjo u bën në kurriz të shpenzime dhe me vizion për shpenzime, pra për të marrë këto para publike dhe për të përvetësuar. Pra jo se spitali nuk mund t'i ofronte dot dhe jo se sistemi shtetësor ndryshe nga gjithë zhurnaja që u krijua, që nuk pas ka qenë në gjendje të ofrojë sterilizimin. Operacionet në Shqipëri janë bërë me shumë dekada. Shumë dekada dhe sterilizimet i një është nga çështjet kyçe për të bërë intervente kirurgjikale.